pas mbështetja amandamentet një deklaratë shkruar ajo nuk ka ka. Mendoj se ka pas zgjidhje para orës së shtatës për të presidentit. Pyetjen duhet ta adresoni tek shumica parlamentare, e cila nuk ka bë as përpjekjen më të vogël për të dalë nga kriza politike. Partia Demokratike që nga fillimi pas zgjedhjeve ka kërkuar marrëveshje politike për krijimin e institucioneve. Dhe në këtë pikë janë dakordsu që të zgjidhet edhe kryetari i kuvendit, të zgjidhet edhe nën kryetarët, të miratohen edhe marrëveshjet ndërkombëtare, po edhe qeveria. Kështu që tani në ardhen e momentit për zgjedhjen e presidentit, ata kanë kërkuar si parti më e madhe që në atje votojmë kandidatët e tyre, kinë se me marrëveshje, po dhe ajo marrëveshje nuk ka qenë. Kështu që kryetari i partisë, Bedri Hamza, ka qenë në takime disa herë, ka kërkuar marrëveshje, ka kërkuar mbështetje, ka kërkuar që presidenti t'i takojë opozitës, sepse 3 pushtetet në duar krijojnë autokracinë, kështu që mos kemi një autokraci të sundimit në Kosovë, të kemi një demokraci pluraliste, ata nuk kanë pranuar, deri dje kanë luajtur me emra të familjarëve të ndryshëm, prej Jashareve, prej Ukçenhotit, prej Denmaqit, edhe të tjerë njerëz deri te kur kanë ardhur deri te Glauku dhe sot Alema Matej te Kolçaku. Unë mendoj që është lojna, edhe këto lojna janë të rënda, të rrezikshme për vendin, dhe për momentin rrethanat politike ku jemi janë shumë të rrezikshme, të cilët mund ta dëmtojnë dhe mund të na dëmtojnë më shumë. Prandaj formën e tillë që e ka zgjedh nuk shkon të mirë të Kosovës, nuk shkon të mirë edhe të marrëdhënieve ndërkombëtare, po në njëjtën kohë e kanë zgjedh këtë rrugë, ata do ta shohin. Në këtë rrethana ka gjasa që mu votu amandamentet? Amandamentet që ishin seancën e mëparshme, cila ishte thirrë në orën 8, nuk kanë kaluar sepse nuk kanë mundësi të kalojnë amandamentet, dhe nuk vijnë ato amandamente në momentin e fundit, në ditën e fundit, në orët e fundit të zgjedhjes të afatit kohor për president. Ato amandamente janë marrë nga viti 2011, kur është propozuar një mundësi e tillë që presidenti zgjedhet nga populli, dhe tani janë thirrë për shkak sepse Albini nuk e ka kandidu Vjosën, edhe ajo si kundërpeshë, si reagim, ka kërkuar që ta shtyjë këtë formë me amandamente të zgjedhet presidentin nga populli. Po, kanë harruar që ndryshimet kushtetuese i dajnë 2/3, edhe 2/3 e pakicave, dhe kështu që kjo është e pamundshme, po e kanë bërë një lojë politike që me marr ose me blej kohë. Tani seanca e orës 10 për zgjedhjen e presidentit, ata i kanë siguruar 2 kandidat, Fatmir Kolçakun edhe Glauku Konjufcën. Kushtet i kanë plotësuar për zgjedhje, por numrat në kuvend nuk besoj që i kanë. Nëse veç kanë bën ai kontraband të numrave në njeriu, në deputetit që do të rri aty, për ndryshe nuk ka numra. Kjo është vetëm një fillim edhe një histori për mbyllje, që ta mbyllin këtë proces për me shku në zgjedhje. Partia Demokratike nuk do të jetë pjesë e skenareve të tilla të lojnave politike, ka dhënë qëndrimin e vet, edhe në qëndrimin e saj ka kërkuar që e drejta për president t'i takojë Partisë Demokratike si parti e dytë më e madhe, edhe të njëjtën kohë ta ketë demokracinë edhe mos të kemi një sundim të autokracisë politike në Kosovë. Ne nuk marrim pjesë në seancën e sotshme, për shkak se nuk janë plotësuar kushtet dhe nuk ka një marrëveshje politike, nuk ka qëndrime të cilat ne i kena prezantuar, do të thotë ato nuk janë pajtuar nga Albini, dhe kështu që ne nuk qëndrojmë në sallë si Parti Demokratike, si grup parlamentar.